Dhi, lop, poriten nga vitin vit. Hunda e drerit, si pjesa më e begat me kullotat natyrore, gjallëron nga këmborët e baktive. Stanet e ngritura në një pozicion domethënës edhe e dominues të pjesës së sipërme të luginës, sikur të thonë, eja shpejt, keni për të gjetur të gjitha të mirat këtu. Kjo vend quhet Hunda e drerit. Këtu kanë jetuar me dhe në kooperativë, tani e kemi ne një prit e tyre. Kemi 300 dele. Simfonia e zileve dhe këmboreve harmonizohet mrekullisht në këto lartësi. Dashuria për vetëlindjen më ka bërë që të vi shpesh herë për të shijuar bukurinë natyrore të vendit tim, po dhe stanet e çobanëve. Dhe një nga këto është edhe Hunda e drerit, ku kisha 40 vjet pa ardhur. Për këtë u kam shkruar dhe varje. Na këto janë disa. Shokun ka ngel marak që të shkoj në Hundë të drerit. Ma bën zemra tik e tak, si u gënjeh për fjalë të nderit. Kam plot 20 vjet, po kam dhe më shumë vallë, po them që të shkoj si vjet, që ta shuaj atë madh. Të shikoj tëndën e dhëne, atë tëndë me famë, ku ka ndonjë goduaj mëngule 27 vjet me radhë. Ja erdha në Hundë të drerit, që ta shuaj atë madh, këndon thellëzë e shullërit dhe bibilat i sombajnë. Thjesht dhe shkurt të tregojnë këta heronj për jetën në mal dhe problemet që ata kanë. Tregtimi që legën që më shkemi, e qojmë kalas larkë jemi, po prap miremi me thënë drejtën. Në ekonomia si jemi dhe aq keq. Në mesin e tyre, dallon edhe 77 vjeçarin Çelo Zhupa, i veshur me kostumin karakteristik të krajinës, të cilin e ka të trashëguar nga jati. Kam qenë në Greqi vite, 10 vjetësh. Bëra ta punova ne, pastaj më erdhi ideja që të vija këtu në Shqipëri. Punoja këtu në vendin tim, mos të isha më argat në punën e të tjerëve, të isha vetë në punën time. E më kryo ideja, era bëra këto stallat këtu, bëra këto dhomën këtu, gjitha. Bura lopët të mia, shes viçat dhe këto i shesën vetë, janë prodhimet të vendit, kërkonin mishi dhe këto. Ja mirë, jam e punëtorë dhe me këta. Kemi kushtet i kam krijuar të gjitha këtu në mal, i kam dhe me drita, me panel diellor, me kështu. Vjen makina, me ujë, me të gjitha. Jemi të kënaqur. Kam vjerrin tim, kam një punëtor tjetër këtu që punojmë. Kemi dhe fshatarët e tjerë që janë këtu që janë vënallin dhe këta janë me dele këtu lartë. Deri tani jam shumë i kënaqur me punën. Po i shtoj që po të mecin më mirë në vazhdim. Kemi probleme që me kullotat dhe me këto se duan zgjeri me kullotash, po që mirë jemi prapë. Jam i kënaqur. Tek i shikon këto dhi hipur mbi kreshta edhe që kanë qiellin e bukur mbi krye, në vetvete thua. Sikur të qëndroj këtu për ditë të tëra, larg rrëmujës dhe zhurmës së qytetit. Tani ne puna na ka shumë mirë. Tani kush më shumë e kush më pak. Të gjithë ne punojmë me agronin, me vajzën. Dhe këtë punë kemi përvetësuar pothuajse familjarisht.
Te kudhëton në për këto lartësi, të ngopet syri me pamje që rrokin malin e Çorrajt, Fterën, malin e Lucës, qafën e Drerit, e gjerposhtë në vargun e Delvinës, ku relievi dhe bimësia alternohen mrekullisht me njëra tjetrën. Fterë miset jeta, na ke rritur dhe në malin a merë, dhe për gurë e jo për njërës, edhe për këtë vënd. Këtu jam në hirje të Fterës. Kam 60 vjetë që kam ikë në Fterra. Por zëmërën dhe mendjen e kam këtu sa të jetoj dhe të rroj. Jam 12 vjeç, më qenë sepse kam shoqerin time këtu, vite gjishi, takoj gjishin e gjishen, më pëlqen të rri këtu, jam shumë i kënaqur që rri këtu. Si përmbyllje, po sjellim disa vargje të Çajupit, shkruar 100 vjet më parë për këto anë. Ato gryka e ato male, ku dhe zogu shkon nga dalë, shkëmbinje shpella si thik, që ti shikosh të vjen frik, mbajnë brenda gjithë mirësit. Galishti jeton me bukurit, e begatin e ti në jetë dhe mote. Arena diellore tregon që atje jeta ka filluar dhe duhet gjallërohet. Merri me mend tashtini që pas një kohë atje nëse përmirësohen kushtet e të kthehen turizm malor se si do të jetë. Por kushtet ai vend i ka është i bekuar për çdo gjë që kërkon jeta. Galishti për ty sot. E thash në fillim që kam nostalgji të veçantë sepse atje kam kaluar atë adolescencën, deri në moshën 15 vjeçë dhe njoh pëllëm për pëllëm dhe shpresoj që ai vend të kthehet ashtu siç e duam gjithë, të kthehet në një vend turistik malor dhe të gjallërohet, të popullohet shqip, edhe mundësit janë.